Kur që su të ndal analizat pas së datës 20, nuk e kemi tërbëjmë me shëndetësi, por me një shtet që luan me jetën. Kur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, përmes një koncesionari, analizat nuk ofrohen më pas datës 20 të çdo muaji dhe ministri Albana Sala Del e pranon publikisht se kjo do të zgjidhet brenda vitit. Skandali nuk është më administrativ. Skandali është moral, njerëzor dhe politik. Sepse pacienti nuk jeton brenda vitit. I sëmuri nuk pret ritmin e tenderëve, as rehatinë e zyrave, as justifikimet e atyre që kanë pushtetin në dorë. Sëmundja nuk negocion me kalendarin e paftësisë shtetërore. Çfarë do të thotë realisht kjo? Do të thotë se në një vend që grabitet çdo ditë me taksa, qytetarit i thuhet në fytyrë se pas datës 20 për analizat e veta duhet ose të pres, ose të vuaj, ose të shkoj privatisht nëse ka para. Dhe nëse nuk ka para, atëherë shteti i thotë në mënyrën më të neveritshme të mundshme, jeta jote nuk është përparësi. Kjo është fytyra e vërtetë e një sistemi që e ka kthyer shëndetin në radhë, ankth, lot dhe poshtërim. Pranimi i ministres nuk e zbut skandalin. Përkundrazi, e rëndon. Sepse kur një ministre e shëndetësisë pranon se një shërbim jetik nuk jepet normalisht dhe se zgjidhja shtyhet brenda vitit, ajo nuk po informon publikun, ajo po vulos dështimin e saj. Në çdo shtet me minimum dinjiteti politik, një pranim i tillë do të pasojë nga një akt përgjegjësie të menjëhershme. Dorëheqja e zonjës Sala nuk është çështje preferencë. Është detyrim moral dhe politik. Kur nuk garanton dot analizat për pacientët në spitalin më të madh publik të vendit, nuk ke më as legjitimitet, as moral për të qëndruar në detyrë. Por përgjegjësia nuk mbaron te ministria. Sepse Shqipëria nuk qeveriset nga ministra të shkputur nga realiteti politik. Shqipëria qeveriset nga Edi Rama dhe çdo kolaps i kësaj natyre mban vulën e modelit të tij. Një model që ndërton fasada, por lë bosh themelet. Një model që flet për reforma, por prodhon varësi nga koncesionarët. Një model që mburret me sukses, ndërsa qytetarët përballen me një pyetje primitive: a do ta bëjnë dot analizën këtë muaj apo jo? Prandaj edhe dorëheqja e zotit Rama nuk është luks retorik. Është kërkesë e drejtë përballë një sistemi që ka dështuar në një nga detyrimet më të shenjta të shtetit, mbrojtjen e jetës. Jeta e shqiptarit nuk negociohet me paftësinë e qeverisë. Nuk negociohet me mungesat e koncesionarit. Nuk negociohet me fjalinë cinike do ta zgjidhim brenda vitit. Çdo ditë vonesë në analiza mund të thotë diagnozë e vonuar. Çdo diagnozë e vonuar mund të thotë trajtim i humbur. Çdo trajtim i humbur mund të thotë jetë e humbur. Kjo është zinxhiri i tmerrshëm që njerëzit në zyra duket se nuk e kuptojnë, ose edhe më keq, e kuptojnë dhe e pranojnë si kosto normale. Këtu nuk kemi thjesht një krizë shërbimi. Kemi një akt brutal shpërfillje ndaj qytetarit. Shteti nuk mund t'i kërkojë njeriu të jetë i qetë kur nuk i jep as mjetin minimal për të kuptuar gjendjen e trupit të vet, nuk mund të kërkojë durim kur pacienti endet me rekomandim në dorë dhe gjen derën mbyllur. Nuk mund të kërkojë besim kur ai që duhet të kujdeset për jetën publike e ka kthyer shëndetësinë në skenë justifikimesh dhe kontratash që nuk mbrojnë qytetarin. Dhe shqiptarët duhet ta kuptojnë një herë mirë, kjo nuk është problem teknik. Kjo është turp shtetëror. Kur analizat ndalen në mes të muajit, shteti ka rënë. Kur ministria e pranon dhe mbetet në detyrë, përgjegjësia është shkelur me këmbë. Kur kryeministri hesht ose e kalon si episod, atëherë kemi të bëjmë me një pushtet që është mësuar të jetojë mbi durimin e një populli të lodhur. Nuk mund të ketë normalitet aty ku pacienti trajtohet si bar. Nuk mund të ketë propagandë që e mbulon këtë turp. Nuk mund të ketë fjalor teknik që e zbukuron. E vërteta është e zhveshur dhe therse, nëse në qytet analizat nuk ofrohen siç duhet pas datës 20 të muajit, atëherë kemi të bëjmë me një sistem shëndetësor që ka humbur funksionin e vet themelor. Dhe kush nuk garanton jetën, nuk meriton as postin, as pushtetin, as besimin publik. Prandaj po, dorëheqja e zonjës Sala është detyrim. Dorëheqja e zotit Rama është detyrim. Jo si hakmarrje politike, por si akt minimal përgjegjësie përballë një dështimi që prek mishin, gjakun dhe frymën e njerëzve. Sepse jeta e shqiptarit nuk është numër protokolli. Nuk është së në konferencë. Nuk është statistik për propagandë. Jeta e shqiptarit është vijë e kuqe. Dhe kush e shkel atë vijë, duhet të largohet.